Ja pra ka ngritur trofeun pikërisht Sergio Ramos. Takimi i parë i futbollit evropian për sezonin 2016-2017 nuk i trahtoi pritshmëritë. Spektatorët e Lerkendal Stadion të Trondheim u argëtuan për 120 minuta lojë dhe në fund panë Realin e Madridit të rëmbente trofeun e parë, ndërsa Sevilla të dorëzoi për të tretin vit radhasi. Në Norvegji, skuadra e Zinedine Zidane fitoi pas 120 minutave lojë, 3-2 përballë andaluzëve, duke çuar në 3 numrin e superkupave në historinë e tyre. Për Sevillën ky trofe bëhet gjithmonë dhe më i pamundur. Pavarësisht mungesave të shumta që nga Ronaldo, Bale, Kroos, Navas, Pepe dhe me dy emra të mëdhenj pankin Modric dhe Benzema, Reali e nisi me mjaft presion dhe në minutën e 21 gjeti rjetër me një luajtje fantastike të triu të talentuar Marco Asensio. Reagimi i Sevillës që kishte një ndryshim rrënjësor që nga lojtarët dhe deri te trajneri ishte i menjëhershëm dhe pas një rasti të ardhur në minutën e 41 barazoi shifrat fal italo-argentinasit Franco Vazquez, një nga më të mirët në fushë. Në pjesën e dytë ishte Sevilla që ndryshe nga Reali arriti shumë lojën duke gjetur edhe golin e avantazhit. Në minutën e 72 Ukraina si ikono Pjanka ktheu në gol një penalti të marrë nga Vitolo pas një ndërhyrje në zonë nga Sergio Ramos. Pas futjes në fillim të Benzema në vend Moratës tepër zhgënjyes, Zinedine Zidane hodhi edhe dy karta të tjera të forta, Modric dhe James Rodriguez. Dhe atëherë kur pritej që Sevilla të triumfonte në minutën e 3 të shtesës, Sergio Ramos, njeriu i finaleve për Realin, arriti të kthente gjithçka në barazpesh. Por goditja për andaluzët ishte dyfisht pasi me fillimin e 30 minutave të shtesës, u detyruat luante me një lojtar më pak pas daljes me të kuqe të mbrojtësit Kolo Gjejçak. Inferioritet numerik, shpresat e skuadrës argjentinasit Sampaoli për të zgjidhur fituesin nga pika e bardhë e penaltive u shuan në minutën e 119, kur Dani Carvajal në një aksion personal kaloi 3 kundërshtar përpara se ta çonte topin në rjet dhe duke i dhënë skuadrës së tij titullin e superkampionit të Evropës. Këtë takim të apasionuarit e futbollit patë mundësi ta ndiqnin drejt për drejt dhe ekskluzivisht në Vision Plus dhe platformën Tring.